Nuk është drejtëshorjes greva, është shëndeti drejtëshorjes, pasi 3 personat që ikën ju rekomendua nga mjeku që nuk mund të vazhdojnë më sepse do ketë pasoja të rënda dhe të paparashikueshme për shëndetin, kështu që u larguan për shëndet të rënduar. Mbështetësit janë jashtë, vazhdojnë të mbështesin, edhe ata që nuk mbështesin dot, që nuk vinë këtu të rrinë dot stabil, nuk kanë mundësi ekonomike të bëjnë udhëtimin nga Fieri nga vendbanimi deri këtu për ditë, të rrinë nga 12 orë apo 24 siç të rrinin në fillim, sepse është dhe fundi muajit, por ne vazhdojmë dhe po shohim se shteti nuk po reagon fare. Pra, inspektor që duhet të kishin ardhur, të kishin kontrolluar në ditët më kritike, kur njerëzit punonin nga 24 orë pa shkputje, kur persona të një profesioni kryenin profesionin çfarë ti kërkoi nga kompania, vazhdonin i bënin punën në urdhra, inspektoriati erdhi këtu dhe thoshte që nuk kemi autorizim të hymë në kompani. Kjo për mua ngre dyshime të mëdha, siç kam shprehur edhe herë më para. Inspektoriatet këtu nuk kryejnë inspektime sepse kanë konflikt interesi me njerëz sponsoruar këtu brenda. Gjithçka lidhet me pagesën. Neve këtu, në këto 14 ditë grevë, jemi shkak i mos pagesës së rregullt nga ana e tyre. Kjo është. Nëse ti nuk paguash, atëherë të bie, si thonë, edhe iniciativa për punën, edhe dëshira, edhe shumë gjëra tjera. Sa paguajeni ju? Unë kam 18 vjetë përvojë. Nga kinezi, unë kam marrë vetëm një 7.000 lekë të vjetë rritje. Dërsa me kanadezët kemi pas një farë rritje dhe unë jam 908.000 lekë të vjetra sot neto. Me profesion jam inxhinier nafte. Kjo është pagesa. Duam një mbështetje vetëm thjesht nga shteti, se na kines nuk presim asnjë lloj. Shteti jonë ose është me kines ose është me ne, se ne s'kemi, ne këtë po kërkojmë, që mbështetjen e shtetit, edhe të institucioneve që janë këtu në Fier. Nuk po na mbështet sa si lloj institucioni këtu, përveç mediave.